Edhe pse Partia Socialiste fitoi zgjedhjet me 83 mandate, duke se gjatë procesit të numërimit të zarfave me votat e diasporës në fund pati një tension të shprehur mes kandidatëve socialistë. Votat nga jashtë shërbyen për dy përmbysje të bujshme, një në Kampin Blu, ku Isuf Çela ja rombeu mandatin shkëlqim sheut në qarkun e Kukësit, e tjetra në Kampin Roz, ku Olta Xhaçka me 140 vota ja mori nga duart mandatin kolegës së saj Blerina Gyulameti. Gara e dy zonjave socialiste në qarkun e Tiranës ishte e edhshme, por në fund ish-ministja Xhaçka mori 6.213 vota, ndërsa Gyulameti 6.085 vota. Gyulameti, e cila ka në dorë pamje filmike të marrë nga KQZ, ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale ku shpreh se nuk bën luftra të vogla, por betejë të mëdha për jetën e njerëzve dhe jo për vete. Ai bëri të hënë një kërkesë KQZ-s kur kërkoi pamje filmike të numërimit të votave në të gjithë qarkun e Tiranës. Kjo kërkesë e saj për edhe kolegëve socialistë sot edhe reagimin e kryeministit Edi Rama. Kjo zgjedhje, kjo garë, më kanë dhënë vetdijen e plot se jam në politikë, se jam në PS dhe bindjen e thellë se Partia Socialiste është forca që i duhet vendit në këtë moment historik. Lidhjet mbaruan, të vrani foli, politika për njerëzit vazhdon, shkruan ndër të tjera Gyulameti në postimin e saj në rrjetin social Facebook.